Sulmi në Banjsk dhe pandëshkueshmëria e Serbisë për këtë ka qenë temë në fokus të fjalimit të ministres në detyrë të punëve të jashtme Donika Gërvalla gjatë diskutimit mbi raportin 6 mujor për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Tek foli për rastin e 2023-s, Gërvalla e quajti organizatorin e sulmit Milan Radojčić dorë të djathtë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për Kosovën. E komunitetit ndërkombëtar i bëri thirrje që ta frenoj Serbinë, nga se në të kundërtën tha se ajo do të eskalojë. Është pandëshkueshmëria për vrasje e agresion. Komuniteti ndërkombëtar duhet i bëjë presion regjimit. Nëse s'ka presion, ata do të eskalojnë më tej, sepse s'kan se prej çfarë të friksohen përveç fjalëve. Ministri i jashtëm i tanishëm Gjurishi e di atë vrasës shumë mirë. Nuk i ka problem vrasësit dhe dhunat. Paralajmërimi ynë është i qartë, mos prisni gjatë, mos rrezikoni edhe një luftë ballkanike duke u përqendruar në pyetjet e gabuara, në vend se të merreni me rrezikun e vërtetë. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić pretendoi se serbët në Kosovë po detyrohen ta fshehin gjuhën e tyre, teksa shpalosi edhe disa teori për spastrimet në këtë serbëve. Ky mohim sistematik i të drejtave nuk është vetëm tragjedi serbe, është dështim moral madhor për veprim. Pyes se cila është ardhmja që i pret fëmijët që mësohen ta fshehin gjuhën e tyre nga djepi gjerë në varr. Këto krime nuk janë aksidentale. Ato burojnë prej urrejtjes së kultivuar nga Prishtina, që misherohet me doktrinën e Kurtit për spastrim etnik me ritëm të ngadaltë. E si Serbisë ashtu edhe Kosovës, ambasadori amerikan në OKB, Jeff Bartos, u bëri thirrje për ulje tensionesh. SBA inkurajon Kosovën dhe Serbinë që të punojnë për të ulur tensionet, të shmangin masat përshkallëzuese dhe të ndërtojnë paqe e stabilitet midis tyre, drejt qëllimit të përbashkët të njohjes së ndërsjellë. Në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurimit, zëvendës sekretari i UNMIK-ut Milbert Dangjanshin e përgëzoi Kosovën për zgjedhjet lokale, teksa e kritikoi spektrin politik për ngërçjen në konstituimin e kuvendit dhe në formimin e qeverisë.